Identifikimi i disa rasteve të fruthit në Tiranë ka bërë që edhe në rajonin e Shkodrës të shtohet vëmendja bluzave të bardha në këtë drejtim. Drejtori i Qendrës Shëndetësore të Postribës Mjeku Sokol Zhabiaku thotë se pavarësisht se nuk janë konstatuar raste të tilla në mënyrë të përditshme, tregohet kujdes i shtuar në këtë drejtim. Kemi ngritur atë që quhet hetimi epidemiologjik, pra gjithmonë vëzhgojmë rastet. Dhe aktualisht deri më sot nuk kemi asnjë rast të cilat na drejtojnë drejt kësaj diagnoze pra të fruthit. Po mund të jenë shfaq sepse nuk është bërë vaksinimi ose nuk është bërë fare ose është bërë në mënyrë jo të rregullt. Pra që do të thotë ato vaksinat nuk mund të jenë mbajtur në mënyrë të rregullt si mas zinxhirit të ftohtë pra frigoriferike apo me bokse dhe ka ndikuar këtë rast që është për hap. Zhabiaku thekson se vaksina kundër fruthit do të thotë të garantosh jetën e fëmijës, ndaj prindit për asnjë moment nuk duhet të hezitojnë për të vaksinuar fëmijët, ndërkohë dhe vaksinuesit duhet të jenë të kujdesshëm për të kryer vaksinimin brenda kushteve strikte mjekësore. Vaksinimi është një gjërat më të mrekullueshme që ka mjekësia sot, domethënë. Sepse i fruthit dhe edhe i smundjeve të tjera, për arsye sepse janë zhduk me raste të cilat dikur kanë qenë plagë shumë të mëdha dhe pikërisht kjo është vetëm në sajt të vaksinimit. Për sa i përket fruthit, pavarësisht se nga ana klinike nuk paraqet shenja, si më thonë, që e rëndojnë smundjen, por ama duhet jemi gjithmonë kujdesshëm sepse ka raste të cilat çojnë edhe në raste fatale, domethënë. Kështu që vaksinimi është vetëm një mënyrë dhe është domosdoshme në këtë raste. Nuk duhet ta analizojmë në asnjë mënyrë. Fruthi është një smundje njëse, kështu që ato marrin pra edhe persona të tjerë, fëmijë të cilët nuk janë vaksinuar ose janë vaksinuar në mënyrë të rregullt, e marrin në mënyrë sporadike nga të tjerët. Mjafton që të kesh komunikim me të. Gjatë kësaj periudhe ka rikthime të virozave gripale të cilat nuk duhen vlerësuar. Janë shtuar raste domethënë me viroza këtu tek ne, siç duket edhe nga lagështira e tepërt, e cila nikon shumë domethënë, e cila po zgjat më tepër se sa duhet, por është edhe tek kujdesi zakonisht smurt tanë me grip, mas i bëhen mirë, mas disa ditëve sikur e neglizhojnë, pra dalin jashtë, dalin në ditë ftofta apo me shi, dhe pastaj rikthehet edhe një herë. Duhet jemi shumë kujdesshëm dhe duhet kujdesemi për veten tonë, pra duke filluar dakord me mjekimin, por edhe me kushtet tona higjieno-sanitare, që ti zbatojmë dhe mos bëjmë dalje të kota ose të tepërta kur s'ke nevojë me dalje jashtë, duke pasur parasysh se temperaturat jashtë janë si të ftofta, por është ka dhe lagështi shumë të madhe. Në veçanti për fëmijët, prindërit duhet të jenë të vëmendshëm dhe të konsultohen me mjekët pa vonesë.